trego pse shkove nga Shqipëria në Itali. Qa të lidhi, qa ndodhi, si ike nga Shqipëria? Unë në fakt, përpara se të vija në Itali, kam bërë një kalvar, kam bërë një odise në Greqi. Pratikisht, në qoftë se mund të tregoj të parën atë, që nga vitet e para, nga 91-92. U hap si modë emigrimi, po në fakt modë ishte për ne që unë atëre isha 18 vjeç. Po për kush e ndjen, kush kishte barrën e familjes përsipër, ajo ishte një detyrë. Detyrimi i garantimit të bukës në vend. Ishte ajo koha ku Shqipëria 2 javë bukë, e tjera, ka qenë unë isha 18 vjeç, ndodhesha në fshat, edhe uroj atë ditë, edhe mba mend atë ditë kur më thot babai, aso kohë rreth 50 vjeç, profesor matematike e fizike, babai im i njohur në zonë, edhe në ministri. Edhe më thot djem, se kam në një vlla, në një vit më të madh, djem thot unë jam 50 vjeç i duke vetja plak. Ikni e dilini për zot kokës. A ishte më i tromaksur se ne e ndjeni më pak presionin e jetës. Edhe atë ditë kemi filluar të ndjejmë, të luftojmë për emigrimin. Emigracionin ik Amerikën. Amerika jonë ishte atje diku 10-15 kilometra, aq shkofili duket mes ty. Mi po mbrapa ndeja, ne kujtonin sigurisht sikur do hapeshin, po kalove atë kufi, i kishe dyert ishin të hapura të gjitha dhe nuk do vrihej më mendja për asgjë. Bile filloi të bëje dhe llogarit. Edhe unë e kam bërë atë rrugë, atë udhtim, e kam bërë 10-15 herë brenda një viti. Pse? Apo veje të kthenin? Vija më kthenin. Kur më kthente policia, kur më kthente ushtria, një herë më ka kthyer ko e keqe bora, por asnjëherë nuk e kam kthyer me këmbët e mia. Kush di sa e vështirë ka qenë në Borë? Në Borë ka qenë e vështirë se kam kaluar kufilin natën në Borë. Po ndrinte bora, nuk ndrinte hënca, ndrinte bora. Kufili ishte i egër në vetvete, ishte një panik se ne kemi jetuar mbylljen edhe dukej si një gjë. Po megjithatë, me çik guxim edhe me një çik naivitet, arritëm, domethënë, e kaluam natën në kufili, nëpër Borë, në mes të luginës, aty nga diku nën Papink, në majën e 2 apo të 3 i bie në Shqipëri si lartësi. Kaluam atje, vajtëm në fshatin grek, fshat grek, po një lloj si fshatratan, domethënë se neve një klim na ushqen, na mban gjallë. Po atje nuk kaloi autobusi në mëngjes, në 7 të mëngjesit nuk më mori. Na pa, domethënë, shqiptar, edhe nuk na mori, na la mbrapsh, bora ishte lart, s'kishe atje ku mund të ngrije, nuk qaj më tutje se sa mund të ecje. Jam kthyer mbrapsh, po natën me këmbë, po në kufi është e frikshme. Ishte e frikshme ditën me diell, kështu dhe jo natën. Thjesht bën frikë edhe një hije që kalon, një pemë, edhe mundet. Kjo ishte një. Po të tjera kemi pasur mjaft peripecia. Po nuk ja dole me Greqinë, domethënë Greqia ishte një aventurë që nuk përfundoi, nuk të mbajti, si më thon. Ti nuk bëje dot në Greqi. Unë luftoja dhëmb për dhëmb e cep më cep. Nuk më mbajti Greqia, po kam pasur, domethënë brenda një viti, kam pasur dhe histori shumë të tjera. Njën tjetër doja ta tregoja që ta ndaja dhe me sa shqiptarët që dhe ata ka marrë pjesë në një situatë të tillë. Nuk ka qenë dimër, ka qenë më behar. Edhe jemi nisur po me këmbë, kemi kaluar kufilin, atje kalonte autobusi, mblidhte autobusi kush dilte përpara. Edhe shqiptari dukej në ato vite kishin vetëm pantallona dok. Unë kam pasur një dikë në Greqi nga kote vjetra dhe kishte ardhur ndonjë thes ndihme, jo për gjithë fisin, edhe pse si kisha garantuar një këmish edhe një pantallona disi të jashtme. Edhe të tjerët ishin me dok, me flok, kush i qethur, kush i pa qethur, blidhte autobusi, siç afrohemi, domethënë zbrezim nga anët tona, afrohemi atje diku 10 kilometra, na ndalon ushtria.
Autobusi, rreth 30-40 veta, mund të ishin 2-3 grekër edhe të gjithë shqiptarë. Ma ato çfarë bëjnë? Na morën një emrat e kështu, okej, dakord. E gjënin ata shqiptarin. Ebri biebri, thoshte ai, si jo emri mi, ebri briembri, edhe na shënon emrat. Nëse pastaj kaloi tek pike e policisë, ku dilte ushtari në mes edhe të bënte një batut, një anekdot, për shembull, ta zëm fluturon gomari apo nuk fluturon gomari, aty o do të jesh grek safi, grek nga nëna, ose nuk e gjendot atë, nuk di të përgjigjesh, si i thonë. Edhe intante veç ata që ishin minoritar, edhe veç ata që ishin shqiptar. Na vunë një kodër atje, në pritje për kthim për Kakavi. Indan, ca ishin ca djem vlonjat, ata të shkretët ishin të paqetur, kush e di sa ditë rrugëtoheshin, me bark bosh, me bark plot, ku merret vesh. Me ata, po ata ishin si të rumbullakosur ata djem, se si ishin kështu si pamje. Nuk ishin fare të mbajtur, se kush e di se si e kishin hallin. Edhe me ata e zilin më keq këtë inatin. Edhe na shtrin atje në kodër me kokë poshtë. Edhe na mbajtën 1-2 orë atje me kokë poshtë, edhe filloni për shembull kërcisin automatikun për provokim. Unë isha automatikut vetë, po nuk e dija se tani prisim të na vrisin, do na bien nga poshtë, e të vinë lart apo do na kositin nga lart e të vinë poshtë. Nuk dija do vdise i pari apo do shikoja të tjerë që do vdisin e pa do më punë sekondash do më takonte mua. Pastaj fillon e talleshin me këta djemt që ashtu jo hani gjetelisi, maskare. Hani gjetelisi, jo nuk hajnë. Vetë i thoshin hajnë gjetelisi, edhe vetë i thoshin budallap, se e ha. Kështu, sa erdhi një kamion i mbuluar ushtarak, na çoi në Kakavi.